Atëherë është praktik e mirë që është vendosur në rregullorën e Kuvendit të Kosovës që deri më së largu 48 orë nga seanca paraprake mund të ketë pushim Kuvendi në mënyrë që të mblidhet për me e konstituu vetveten. Sepse e dini më herët ka pasur abuzimin nga kryesuesi i seancës konstitutive në legislaturat e kaluara kur ai nuk e ka thirrur seancën që të konstituohet Kuvendi i Kosovës, por ka lënë që pauza ndërmjet seancës të mëparshme dhe seancës së ardhshme me nga 4 ditë, 2 javë ditë, 3 javë ditë. Dhe një gjë e tillë është mirë që është normuar që nuk mund të ketë pauzë më të madhe se sa 48 orë. Për këtë arsye sot tashmë po bëhet debat publik më i madh, Kuvendi po mblidhet, po vërehet pa fuqia ose pa mundësia për me zgjedh një kryetar të Kuvendit nga shumica parlamentare praktik, e cila ka qenë edhe në vitin 2014 edhe në vitin 2017 kur partitë nuk i kanë pasur votat e mjaftueshme. Në ndërkohë nuk tregohet se cili është sipas kushtetues dhe ligjit nuk tregohet se si mund të dalim nga ky ngërç për shkak të mos pamundësisë që kryetari i propozuar nga lëvizja vendosëse të marrë shumicën e nevojshme së paku 61 vota. Edhe në kushtetutë edhe në rregulloret e Kuvendit shkruan se Kuvendi mblidhet brenda 30 ditë nga dita e seancës konstituive, në kuptimin që po atë që mblidhet konstituohet, sepse pak herë ka pasur probleme të natyrave të tilla. Fakti që nuk ka një dispozitë kushtetuese në Kushtetutë të Kosovës edhe në rregulloret që nëse nuk votohet kryetari i Kuvendit nuk shkojmë në zgjedhje, kjo nuk do të duhet të ishte problem për deputetët që me e konstituu dhe me i hapë rrugë formimit të qeverisë, qoftë nga shumica parlamentare aktuale ose në rast të pamundësisë të kësaj tjetra. Një gjë që mund të interpretohet tani ose që mund të vijë deri tek interpretimi nga ana e gjykatës kushtetuese është që deri kur ka afat Kuvendit të konstituohet ose a prodhon pasojë juridike pamundësia për me konstituu Kuvendin ndonjë pasojë në kuptimin ose të zgjedhjeve ose të ndonjë zgjidhje se kishte më ofruar. Gjykata nuk ka ofruar zgjidhje në vitin 2014 sepse pyetja s'ka qenë kjo në vitin 2014 edhe tashmë do të duhej ndoshta të bëhej një pyetje e re ndaj gjykatës kushtetuese që me interpretu këtë normë, me e normu, me vendosë si praktik që mos më pas problem në legislaturat e kaluara. Por një gjë e tillë është problem sepse deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të iniciojnë kërkesë për interpretim në gjykatën kushtetuese, përveç presidentes e cila mund të aktivizohet vetëm pas kërkesave nga ana e kryetarëve të partive politike që do të shkonin në një takim të ardhshëm ku ajo tashmë edhe me letrën që ka dërguar zoti Dehart e ka lënë deri çelçe me shku në këtë takim. Zgjidhja për kësaj krize është me e gjetë një mundësi, një marrëveshje politike që me u votu kryetari dhe nënkryetaret e Kuvendit. Kjo vlen më shumë për kryetarin e Kuvendit, sepse nënkryetaret votohen blok edhe të shumicës shqiptare, edhe të komuniteteve jo shumicë. Atje Kuvendit dohet me u konstituu më së largu, me qenë se kemi mrit deri më tani, më së largu deri më 27 prill, kur është data e fundit kur Kuvendi do të duhet të mblidhej sipas kushtetutës. Me qenë se ashtu kjo normë do të duhet të interpretohet si afati i fundit, sepse nuk mund të ketë afat 2 mujor për Kuvend Kosovës, të ketë afat 2 mujor për Kuvend Kosovës, në ndërkohë të ketë afat 15 ditor për mandatarin e parë dhe 10 ditë për mandatarin e dytë. Kjo rregull nuk shkon kështu, sepse ne shkojmë në zgjedhje normalisht për Kuvend Kosovës, po qëllimi final është zgjedhja e qeverisë. Dhe paramendoni se situatat kur shkojmë në zgjedhje për 25 ditë për shkak pamundësisë të zgjedhjes së qeverisë, ndërkohë nuk shkojmë në zgjedhje për shkak pamundësisë të konstituimit të Kuvendit për 30 ditë radhazi. Kjo situatë është dëshmi që do të duhej me vepru në kuptimin me dhënë një epilog final që o shkojmë në zgjedhje o e konstituojmë Kuvendin e Kosovës sa më shpejt.